Dështimin për herë të pestë për t'u konstituar kuvendi, partitë opozitare të mandatit të kaluar po ia faturojnë lëvizjes vetëvendosje. Madje kryetari i Partisë Demokratike Memli Kresniqi tha të mërkurën se partia e parë ka vendosur ta mbajë peng shtetin për një emër të përveçëm që është kandidatja për krye kuvendare Albulena Haxhiu. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi pas shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë i ka përmendur Saranda Bogujevcin e Shqipe Selimin që do t'i mbështeste për kryetare, por nuk ka vot për Haxhiun. Nëse vetëvendosje gjenë zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese. Përkundër PDK-s e EAK-s që po kërkojnë ndonjë kandidat më të përshtatshëm për ta votuar, Lidhja Demokratike deklaroi se nuk ka vot për asnjë kandidat të vetëvendosje e as për partnerët potencial të saj. Atëherë ata marrin votat e atyre grupeve. Do të thonë ne nuk kemi vot as për partnerët e koalicionit të lëvizjes vetëvendosje. Propozimin se ka ndërmend të ndrojë vetëvendosja, e cila i akuzoi kundërshtarët politik për bllokim të procesit. Lehtësia me të cilën po gjykohet dhe po vlerësohet mundësia e ndrimit të kandidates nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje është tërësisht i papranueshëm për ne. Nëse filloj me hymë këtë qarkun e kontestimit të kandidatëve të njëri tjetrit, atëherë edhe ne do ta kontestojmë kandidatin e LDK-s për nënkryetar, kandidatin e PDK-s për nënkryetar e kështu me radhë. Sikurse më 19 prill Haxhiu sërish mori vetëm 57 vota nga 61 sa i duhen për t'u zgjedhur krye parlamentare.